me ndarjen nga jeta të një të riu e një tjetër me plagosjen e një personi rreth 34 vjeç. Lidhem edhe një herë me Eni Feradin, i cili sipas asaj që më konfirmojnë nga regjia ndodhet tashmë në terren. Eni, të përshëndes, edhe një herë ndodhesh në zonën e njohur si Ish Parku i autobusave, aty ku ka ndodhur pra vrasja e të riut disa minuta më parë. Çfarë ke mundur që të mësosh deri në këto momente? Po i lirë pas raportimeve të mëparshme, tashmë kemi edhe versionin zyrtar të policisë, kështu rreth orës 15:40 minuta në rrugën Kongresi i Lushnjës, policia njofton që është goditur me mjet pirerës dhe ka humbur jetën pasi është dërguar në spital 31 vjeçari Egli Pashollari. Nga ana tjetër kemi arritur të mësojmë dhëna tjera për mënyrën dhe mekanizmin se si ka ndodhur ngjarja. Sipas një dëshmitari okular, viktima 31 vjeçari pa Egli Pashollari ka debatuar fillimisht me një person që lëvizte me një automjet, më pas ky i fundit ka zbritur nga automjeti e ka ndjekur me vrap për disa metra, më pas e ka goditur nga pas me një mjet prerës të dyshuar thik. Ndërkohë, lidhur me ngjarjen tjetër, e cila ka ndodhur thuajse në të njëjtat minuta, jo shumë larg rrugës Kongresi i Lushnjës këtu në kryeqytet, pranë zonës së njohur si kompleksi Deli Orgji, është plagosur një shtetas tjetër, këtë herë me armë zjarje. Bëhet fjalë për 34 vjeçarin Nakil Koxhaxhiku, i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ka marrë një plagë me armë zjarri në zonën e Barkut dhe sipas motiveve ai është plagosur nga një tjetër shtetas, i cili po ashtu është identifikuar si për ngjarjen e rëndë të humbjes së jetës së 31 vjeçarit. Edhe në rastin e dytë të plagosjes i lirë, policia bën me dije që të dy autorët janë identifikuar nga ana e policisë dhe po punohet intensivisht për kapjen e tyre. Në vend ngjarje ndodhen janë ngritur grupet e posaçme hetimore, siç mund të ndihmojmë dhe me pamjet në këtë zonë është mbuluar mirë me kamera sigurie, janë qyrë kamerat e sigurisë nga ana e ekspertëve që ndodhen në vendngjarje dhe është arritur, po themi, të krijohet edhe skica e parë se si ka ndodhur kjo ngjarje rënd, ku fatkeqësisht 31 vjeçari nuk mundi të mbijetojë disa plagëve që mori me një mjet prehës. Nuk dihen motivet të cilat kanë bërë që të arrijnë në këtë ngjarje dhe përdorimin e armëve të ftohta, ndërkohë që për ngjarjen tjetër që është shënuar vetëm pak metra nga rruga Kongresi i Lushnjës, pra në kompleksin e njohur si Deli Orgji, sipas burimeve paraprake nga ana e policisë, bëhet fjalë për një ngjarje e cila ka patur si motiv shkaqjet e xhelozisë lidhur me një konflikt që kanë patur dy persona. Në zonën Kongresi i Lushnjës, siç njihet në kryeqytet, zona e Ish Parkut të autobusëve është një zonë e cila ka një fluks të shumë të lëvizjeve, sidomos edhe në këtë orar, dhe ngjarja ka shkaktuar një lloj paniku, do thoja, dhe një lloj traumatizimi të qytetarëve. Ka shumë qytetarë të zonës të cilët janë mbledhur